shteti vetë, krerët e qeverisë, duke filluar nga kryeministri, janë vënë në rolin e avokatëve, duke e mbrojtur korrupsionin, duke e mbrojtur shpërdorimin e parës publike dhe duke bashkëpunuar me botën e krimit, qoftë krimit të organizuar, qoftë të shpërdorimit të detyrës. Edhe në botën mediatike janë të ndarë, disa media bëjnë mbrojtje të krimit shtetëror të ndërthurur me krimin ordiner. Disa media të tjera bëjnë kritika, disa bëjnë analiza si puna ime. Problemi është që i zoti i shtëpisë për çfarë duhet të shqetësohet? Duhet të shqetësohet që një prokuror është ngutur, apo duhet të shqetësohet që disa qindra milion euro në buxhetin e një viti nuk shkojnë tek përmirësimi i jetës ekonomike, apo tek përmirësimi i infrastrukturës, por shkojnë në xhepat e zyrtarëve të shtetit, ministrave, drejtorëve të përgjithshëm dhe grupeve kriminale që së fundi po morin tendra pafund. Kjo është një situatë që mua nuk më pëlqen. Është situata më e rëndë se në 97. E në këtë këndvështrim, analiza e situatës kriminale me shifra dhe statistika për mua është zero. Është vetëm thjesht një reklam, siç jemi mësuar të shohim në reklam gjithë krerët e shtetit. Unë sjell në vëmendje tuaj dhe të dëgjuesve dhe ndjekësve të programit tuaj se edhe pse nuk ka akte normative për funksionimin e lojrave të fatit dhe funksionimin e bastave sportive dhe funksionimin e kazinove, sot në Shqipëri, ka me dhjetra, me qindra, mos me mira, lokale, kazino, lokale lojra fatit dhe baste sportive që funksionojnë, të dirigjuar nga bota e krimit. Sot, që po flasim, në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, krerët e policive, një pjesë e mirë e tyre, drejtor policie, zëvendës drejtor, shefa komisariateve, shefave të krimit ekonomik, paguhen me rrogë nga bota e krimit për të mbajtur hapur kazinot, për të mbajtur hapur lojrat e fatit. E kur policia e shtetit, kjo situatë ka qenë edhe në vitin 2013-2014 dhe pastaj u realizuar operacioni fundi i Marrëzis, por në atë kohë kishte një eficiencë sepse trashëgohi që nga periudha e qeverisë tjetër, që minimalisht 50% e aparateve lojrave të fatit ishin të evidentuar në sistemin tatimor shqiptar, lokalet, pjesa më e madhe e tyre pagunin 1 deri 2 punëtor edhe të siguruar, dhe sipas statistikave drejtorisë së përgjithshme të taktimeve, shteti gjeneronte, fitonte një para rreth 50 milion euro në vit. Këto janë statistikat të shtetit. Ndërkohë që për vitit 2015, përfundimit të operacionit fundi i Marrëzis, deri më sot shteti nuk përfiton asnjë qindark, kurse zyrtarët e shtetit, të lojrave të fatit, të policisë, të tatimeve, fusin para, morin rrogë mujore nga grupet kriminale që drejtojnë kryesisht këtë aktivitet, dhe e pse jo, dhe pastaj edhe ke pronarë që kanë dyqanin që paguajnë kafet e vogla. Kjo është situatë shumë e rëndë e inkriminimit të administratës shtetërore dhe nuk bëhet fjalë për statistika. Drejtoria e përgjithshme e policisë, nëse do të dilte të jepte statistika sa oficeri kanë ikur nga policia gjatë vitit 2025, sa oficere kanë braktisur detyrën se nuk e shikojnë ma dot veten, atë pasionin që kishin për armën e policisë nuk e kanë ma, sa e kanë lënë për shkak të keq trajtimit nga eprorët e tyre, sepse duhet të bëjnë detyra jo bazuar në ligj, por bazuar në tekat e një drejtori apo të një shefi komisariati, sa funksione ka bosh në rolin bazë të patrullës së përgjithshme, sa oficera dhe sa policë i ndiqen penalisht, jo vetëm nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, por edhe nga SPAK-u dhe Prokuroria e Juridiksionit Përgjithshëm, dhe kjo do ishte një statistikë e qartë se përtej nivelit kriminalitetit që na e pasqyrojnë në ulje vetëm për krimin e vrasjes, por jo për krimet e tjera, për cilat analiza duhet bërë në të gjitha llojet e kriminalitetit, dhe do të shikojmë që s'pari kemi rritje të kriminalitetit
rritje të kriminalitetit brenda organizatës policisë, kemi rritje të kriminalitetit në pikpamjen e krimit organizuar, sepse sot nuk bëhet fjalë më për 1, 2 apo 3 grupe të rrezikshme, apo për 20 grupe, siç pa deklaruar 2 apo 3 ish ministrat brendshëm, që nga Fatmir Gjafa e me pas, por tani kemi me qindra grupe të strukturuara kriminale që veprojnë nga veriu deri në Ksamil. Dhe kjo situatë nuk mund të quhet më e mirë, nuk mund të quhet më e qetë, sepse sot, pasi jemi njohur me një rast, por faktikisht ekzistojnë shumë, nërë me rastin e pengmarrjes për tendra publik edhe për tendra sekret në Aksh, sapo është vënë dieni opinioni publik, por nuk është rasti i vetëm, dhe policia nuk ka folur fare për këtë lloj fenomeni. Policia ka patur informacion, sepse nga radhat e policisë u evidentuar një titullar policie i cili paralajmëronte konkurrentët në tendrat e Spakut që hiq dorë dhe largohu nga konkurrimi. Pra, kjo unë nuk mund ta quaj situatë më të mirë në raport me kriminalitetin, pasi krimi dhe policia janë bërë njësh, përderisa kemi drejtues të lartë policie, të cilit janë të implikuar në çështjen metamorfoza, në çështjen Plumjart, në çështjen e Spakut. Dhe shumë shpejt do ketë dosje të tjera që janë akoma më bombë, që kanë të bëjnë me tendrat dhe që kanë të bëjnë me abuzimin me fondet publike. Dhe parashikohet, ndoshta besoj edhe para vitit të ri, mund të ikin edhe 2 ish ministra dhe ministra, sepse janë të implikuar thellë. E kjo nuk mund të quhet situatë e qetë.